Përshëndetje miq, mirë se erdhët dhe sot në të jetosh besimin. Sot do flas për thesarin. Çfarë thesari është brenda në zemrën tënde? Çfarë thesari po ndjek zemra jote? A dini që Jezusi tek Ungjilli Mateut, kapitulli 6, vargu 21 tha, atje ku është thesari yt, aty do të jetë dhe zemra jote? Në historinë botërore, pak njerëz e kanë përjetuar kaq thellë këtë të vërtetë sa Blaise Pascali, i cili ishte gjeni në matematikë, filozof dhe shkencëtar. Që në rininë e tij kishte famë, ndikim dhe respekt intelektual, por në kulmin e suksesit ai përjetoi një krizë të thellë shpirtërore, ekzistenciale. Ai e kuptoi se zemra e tij po ndiqte dijen, lavdin, arritjen, duar trokitjet, por jo Zotin. Pas kthimit të tij në besim, Pascali shkroi: ka një boshllëk në formë perëndie në zemrën e çdo njeriu që asgjë e krijuar nuk mund ta mbush. Ai kuptoi atë që Jezusi tha shumë herët: zemra jon nuk rri pa një thesar. Ajo gjithmonë do të ndjek diçka. Ndaj pyetja nuk është ta ndjekim, por çfarë jemi duke ndjekur. Paratë dhe arritjet nuk janë neutrale në dimensionin shpirtëror. Shpesh themi paraja është vetëm jetë, por Bibla thot ajo është edhe provë e zemrës tonë. Aristoteli do të shkruante: ajo që zgjellim vazhdimisht jemi ajo që ne bëhemi. Nëse zgjedhin vazhdimisht fitimin, karrierën, imazhin, zemra formsohet rreth tyre. Pascali e kishte kuptuar që dija pa Zotin bëhet një idhull, po aq sa pasuria pa Zotin. Së dyti, zemra jon lidhet me atë ku ne investojmë. Jezusi nuk tha zemra jote shkon pas asaj që do, por ai tha zemra jote shkon pas asaj ku zemra investon. Seneca do të thoshte: ne bëjmë sklever të asaj që duam më shumë. Imagjinoni, çdo orë, çdo energji, çdo mendim i përsëritur është një investim. Dhe çdo investim i vogël ndërton një adhurim, admirim të madh. Së treti, bujaria e riorienton zemrën. Dhënia, pra adhurimi, nuk është vetëm akt ekonomik, por është një akt shpirtëror. Kur ne japim, zemra çlirohet nga pushteti i izolimit. Filozofi gjerman Kanti do të thoshte: njeriu ka vlerë jo për atë që zotëron, por për atë që zgjedh. Dhënia është zgjedhje. Ti zgjedh të besosh që Zoti është burimi yt, jo pasuria jote. Ndaj, çfarë Jezusi na thot? Na sfidon sot me sinqeritet. Ku shkon pjesa më e madhe e kohës time? Ku shkon pjesa më e madhe e energjisë time mendore, intelektuale? Ku shkon pjesa më e madhe e të ardhurave të mia? Sepse aty ku është thesari im, aty është dhe zemra ime. Në familje, është thesari im dashuria dhe prania, apo vetëm sigurimi i të ardhurave, ekonomia, bota materiale? Në punë, është thesari im shërbimi dhe ndershmëria, apo vetëm ngritja në karrierë? Në besim, është thesari im Zoti. Pascali shkroi edhe këtë: zemra ka arsyet e saj që mendja nuk i di, nuk i njeh. Jezusi tha: zemra ka gjithmonë një thesar, dhe ai thesar do të drejtojë jetën tënde. Ndaj miq, Pascali kishte mendje të jashtëzakonshme, por e kuptoi që pa Zotin, thesari i tij ishte asgjë, një zbrasti. Jezusi sot nuk na pyet se sa kemi, por çfarë është duke ndjekur zemra jon. Sepse thesari yt nuk është aty ku shkon paraja jote vetëm, por aty ku shkon shpresa, besimi, dëshirat, ëndrat dhe koha jote. Le t'i lutemi Zotit së bashku: Zoti i dashur, çliroj zemrën time nga thesaret e përkohshme, nga gjithçka që është kotësi dhe që kalon. Më mëso të kërkoj atë që ka vlerë të përjetshme. Vendose ti veten tënde në qendër të dëshirave dhe të zemrës time, të vendimeve të mia. Bekoj familjen time. Bekoj ditën që unë sot e kam marrë si dhuratë nga ty. Më udhëhiq dhe më drejto që ti dhe dashuria jote të jetë thesarat e mëdhenj të jetës time. Në emrin e Jezusit. Amen. Zoti me ju miq, me zi për t'ju takoj sërish nesër.